Në mjediset e gjimnazit Pjetër Budi Burrell u zhvillua të premten veprimtaria festive mbylljes së vitit arsimor për maturantët e klasave të 12-ta me temën Drejt së ardhmes me ëndra dhe kujtime. Aktiviteti mblodhi së bashku nxënës, mësues, prindër dhe drejtues të shkollës në një atmosferë festive dhe emocionuese në prag të provimeve të maturës shtetërore. Drejtori i shkollës Qemal Sula e vlerësoi përkushtimin dhe punën e maturantëve ndër vite, duke theksuar se shkolla mbetet krenare për arritjet dhe rrugëtimin e tyre. Përcjellim një ekip, një gjenerat, maturantët e vitit 2025-2026. Me fjalë të shkurtra në një përmbledhje, do të thosha që vërtet po përcjellim një maturë të vlefshme qoftë në rezultate, por së pari në qëndrimin, në marrëdhënien, në sjelljen që ka patur në këtë shkollë. Jemi në prag të provimeve, por me besimin e plot se dhe ato do i mbyllim ashtu siç të 3 vitet shkollore, me rezultate sa më të mira. Unë gjej rastin përpara të gjithë atyre të uroj suksese në provime, suksese në jetë. Në emër të prindërve përshëndeti kryetari i Këshillit të Prindërve të shkollës Arben Tusha, i cili falenderoi stafin pedagogjik për punën dhe mbështetjen ndaj nxënësve gjatë viteve të shkollimit. Sot, kur ju shohim të rritur, të pjekur dhe të formuar, zemrat tona mbushen plot me krenari që nuk përshkruhet dot me fjalë. Ju ja dolët, kaluat ditën e të gjata studimi dhe arritët në përfundimin e vitit të maturës. Ky udhtim nuk do të ishte i mundur pa mësuesit tuaj të mrekullueshëm. Në emër të gjithë prindërve, ju falenderoj për përkushtimin dhe dashurinë që keni treguar për fëmijët tanë. Ndërsa kryetaria e qeverisë së nxënësve Wendy Pasha e cilësoi maturën si fundin një etape të rëndësishme në jetën e të rinjve dhe nisi në një rrugtimi të ri për të gjithë ata. Sot, unë dhe pjesa tjetër e nxënësve po përcjellim një gjeneratë e cila do t'i mungojë shkollës tonë. Për mua kjo ditë është edhe me veçantë, për faktin se pjesa më e madhe këtyre nxënësve, pra të maturës, kanë qenë pjesë e qeverisë së nxënësve, pra kanë qenë shtylla e qeverisë së nxënësve. Ju falenderoj shumë për mbështetjen që më keni dhënë, për këshillat dhe që më treguat se çfarë do të thotë të jesh një lider i vërtet. Në emër të gjithë shkollës, ju falenderoj për çdo gjumë të bukur që keni lënë pas. Paçifat, guxim, suksese të përtejme, gëzuar diplomimin dhe rrugë të mbar maturant. Programi artistik u shoqërua me kujtimin e momenteve nga jeta shkollore, këngë, valle dhe interpretime humoristike, ndërsa nuk munguan mesazhet motivuese për suksese në provimet e maturës shtetërore. Në fillimisht thoshim, prap na bën moral, por sot e kuptojmë çdo qortimi juaj ka qenë me hile prap. Se ka qenë mbushur me dashuri prap. Na keni mbrojtur si fëmijët tuaj, na keni shlyuar prap, që më në fund po na dërsoni të sigurt me jetë. Një duarturgi e shmendur për kujdestarët tonë. Lutem, jeni eldjen. Veprimtaria u mbyll me fotografi të përbashkëta, muzikë festive dhe urime për maturantët.